Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot do të sjell një letër që realisht është një letër pendese. Do t'ju emocionoj të gjithëve, do t'ju përlot të gjithëve, do të ndjeni të gjithë shumë keq. Dhe pikërisht kjo letër do t'jetë një traumë e vërtet për ju. Këtë letër e ka shkruar një vëlla kundërdet motrës së tij, i cili ka bërë një padrejtësi kundërdet saj. Motër e dashur, nuk e di nëse ke forcën ta lexosh këtë letër apo ta dëgjosh deri në fund. Ndoshta zemra jote është lodhur nga plagët që të kam shkaktuar unë, vëllau yt. Ndoshta emri im tashmë të sjell vetëm dhimbje. Por sonte pas shumë vitesh heshtje, po të shkruaj me duar që më dridhen dhe me shpirtin që më rëndon sigur. Kam bërë padrejtësinë më të madhe ndaj teje. Kam qenë vëllai që duhej të mbronte, por u bëra njeriu që në të vërtet të la në rrugë. E mbaj mend ditën kur mbetëm jetim nga babai. Ti ishe ende e vogël dhe më shtrëngoje dorën fort sa herë që kishe frikë. Më thoje mos më lerë të vetëm, vëlla. Dhe unë të premtoja realisht sa të jem gjallë, askush nuk do të prekë. Por vitet kaluan dhe premtimin e shkela vetë. Nëna punonte ditë e natë për të na rritur. Ti nuk kërkoje kur asnjë gjë. Vishje rrobat e vjetra pa u ankuar. Kur unë doja të haja diçka më shumë, ti thoje, unë nuk jam e uritur. Dhe vetëm tani e kuptoj që gënjeje. Që unë në të vërtet haja më shumë. Kur u rrita dhe fillova punë, ti u gëzove më shumë se unë. U ndjeve si kur familja jonë më në fund po dilte nga varfëria. Më mbështete për çdo gjë. Kur hapa biznesin e vogël, ti më ndihmove pa kërkuar asnjë lek. Pastroje, punoje dhe rije deri natën vonë. Të gjithë thonim, çfarë ke motër? E unë realisht ndjesha krenar. Por njeriu ndryshon kur hyn paraja në mes. Kur martova, gjërat filluan të ndryshonin. Nusja nuk të donte në shtëpi, nuk i pëlqente fakti që ti kishe një zë në familje, filloi të më mbushte mendjen kundër teje. Motra jote po të përdor, ajo do pjesë nga pasuria, nuk ju lejon dhe nuk ju lë të jetoni të qetë. Në fillim nuk e besoja, por dita ditës fillova të largohesha nga ti. Nuk të telefonoja më, nuk të pyesja se si ishe. Dhe ti prap në të vërtet heshtje. Vetëm nëna më thoshte mos e largo motrën se një ditë do të qash. Por unë nuk dëgjova askënd. Dita më e zezë ishte ajo kur vendosëm të shisnim shtëpinë e vjetër të babait, shtëpinë ku u ritëm. Ti në të vërtet qave kur firmosa dokumentet. Më the vëlla mos ma hiq këtë derë. Këtu kam kujtimet e babait. Por unë isha verbuar nga lekët.
Të premtova se do të ndihmoja të gjeje një shtëpi tjetër, të premtova se nuk do të mbeteshe kur e vetme. Por pas shitjes unë ndryshova krejt. Nusja më bindi që gjithçka të regjistrohej në emrin tim dhe unë u pranova kjo gjë. Ti mbete pasgjë. Ende më vret dita kur erdhe te dera ime me valixhen e vogël në dorë. Ishte shi dhe ti ishe lagur. Sytë të ishin skuqur nga të qarat. Më the me zë të dridhur, vetëm sonte më le të flej këtu dhe nesër iki. Dhe unë, Zoti më falt, unë ta mbylla derën. Nuk do të haroj kur fytyrën tënde në atë moment, nuk bërtite, nuk më shape, vetëm më pet drejt në sy me një dhimbje që më vrau më vonë çdo natë. Më the nuk po më dëbon një i huaj, po vllau im. Pastaj u largove në shi. Atë natë nëna qau deri në mëngjes, më tha sot ke humbur motrën. Por krenaria ime ishte më e fortë se zemra. Kaluan vite, nuk mora vesh ku jetoje. Dëgjoja se njerëzit që punoje në për shtëpi të huaja që kishe kaluar ditë pa bukë, që kishe fjetur në dhoma me qyra të ftohta, dhe unë jetoja në shtëpi të madhe. Por pa qetësi, fëmijët e mi u ritën, por nuk kishin dashurinë që kishe ti për mua. Nusja me të cilën prisha familje ndryshoi. Filluam zënkat, shtëpia u mbush me ftohtësi. Dhe një ditë djali më pyeti, babi, pse nuk kemi hall? Dhe unë nuk dija se ç'të përgjigjesha. Sepse ti thoja që hallën e tyre e lash në rrugë. Kur nëna ishte në shtratin e vdekjes, më kapi dorën dhe më tha, mos vdiç pa i kërkuar falje motrës. Ajo fjalë tani mua më ndjek çdo ditë. Pas varimit të nënës shkova të kërkoja. Më thanë se punoje larg, se kishe kaluar shumë vuajtje, por nuk kishte folur kur keq për mua. Kjo më vrau edhe më shumë. Si ka mundësi që zemra jote mbeti kaq e pastër ndërsa unë u bëra kaq i ftohtë? Sot po të shkruaj nga një dhomë bosh. Nusja më ka lënë, fëmijët janë larguar jashtë shtetit, paratë që dikur më verbuan nuk më japin asnjë pikë lumturie. Dhe çdo natë më del para syve ajo derë, ajo natë me shi, ajo valixhe e vogël në dorën tënde. Do të doja ta ktheja kohën pas, do të doja të hapja derën, të përqafoja, të thoja falma motër, kjo shtëpi është edhe e jotja. Por koha nuk kthehet. Ndoshta ti sot ke krijuar jetën tënde dhe nuk ke më nevojë për mua. Ndoshta plagët që të kam hapur nuk shërohen kurrë. Por unë dua vetëm të dish një gjë. Asnjë ditë nuk kam qenë i qetë që kur të lash në rrugë. Ky është rrëfimi i kësaj gruaje.